Eksportet globale të gazit natyror të lëngshëm në vitin 2025 me shumë gjasa shënuan rritjen më të madhe në 3 vite. Eksportet vlerësohen të jenë rritur me 4% nga viti kaluar në 429 milion ton, sipas kompanisë Kepler, cili monitoron të dhënat e transportit detar. Kjo do të ishte rritja më e madhe vjetore që nga viti 2022, kur eksportet u rritën me 4.5% krahasuar me një vit më parë, treguan të dhënat. Rritja u nxit kryesisht nga projekte si LNG Canada dhe Plaquemines në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që rritën prodhimin. Shtetet e Bashkuara janë gati të konfirmojnë rolin e tyre si një eksportues i madh, duke u bërë të parët që kanë dërguar më shumë se 100 milion ton gaz të lëngshëm këtë vit. Vendi pritet të vazhdojë të shtojë furnizimin, duke dyfishuar prodhimin deri në fund të dekadës dhe rritur eksportet nga ana tjetër. Prodhimi shtesë mund të shtrëngojë më tej kërkesën për anijet që transportojnë karburantin super të ftohtë. Muajin e kaluar, kosta e dërgimit të gazit të lëngshëm përmes Oqeanit Atlantik arriti nivelin më të lartë në pothuajse 2 vite, pasi një rritje e furnizimit shtoi kërkesën për anijet cisterna. Shifrat e eksporteve të dhjetorit mund të arrijnë një rekord për rreth 41 milion ton. Kina dhe Japonia mbeten blerësit më të mëdhenj në botë, megjithëse të dhënat treguan se importet totale kineze këtë vit janë rreth 15% më të ulta se në vitin 2024. Globalisht vëllimet e tregtimit të gazit të lëngshëm pritet të vazhdojnë të rriten me 7.5% deri në 8% vitin e ardhshëm, të nxitura nga një valë furnizimi i ri dhe çmime të ulta që duhet të stimulojnë kërkesën.